Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se për më shumë se 2 dekada KFOR-i ka qenë gurthemeli i paqes, së sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë dhe rajon. Presidenti i vendit, Vjosa Osmani, shtoi se një realitet do të jetë i plot vetëm atëherë kur flamuri i Republikës së Kosovës të qëndrojë pranë të gjitha flamujve që shohim sot këtu si antare krenare e NATO-s. Kosova gjithmonë do të mbetet mirënjohëse për shërbimin tuaj, për sakrificën tuaj dhe për përkushtimin tuaj të palëkundur për paqe. Uroj që ky mision të vazhdojë të qëndrojë si simbol i angazhimit të qëndrueshëm të NATO-s dhe si një premtim i gjallë se së bashku uniteti vërtet i ka përcjell të gjitha. Kjo kauzë e madhe padyshim kërkon përpjekjen e secilit prej nesh. Historikisht edhe sot populli i Republikës së Kosovës gjithmonë është rreshtuar me vlerat e lirisë, demokracisë dhe sigurisë kolektive. Kjo është arsye pse aspirata jonë për t'u antarësuar në NATO nuk është thjesht një zgjedhje strategjike, por një pasqyrim i asaj se kush jemi në kohë ku kërcënimet ndaj paqes po shtohen. Aleanca është më e fortë kur qëndron pranë partnerëve që vërtet kanë dëshmuar përkushtimin e tyre. Kosova e ka bërë këtë vazhdimisht përmes qëndrueshmërisë sonë, reformave tona dhe vendosmërisë së popullit tonë, dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë krah aleatëve tanë sepse paqja e qëndrueshme e së nesërmës, theksoi ajo. Alongside our allies, because only together we can ensure that the hard-won peace of today. Ajo theksoi se populli i Kosovës është i rreshtuar me vlerat e lirisë e demokracisë, prandaj siç tha Osmani, aspirata e Kosovës për t'u antarësuar në NATO nuk është thjesht një zgjedhje strategjike, por një pasqyrim i asaj se kush jemi ne.